Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka dalë nga ambientet e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku paraqit në kuadër të një procesi gjyqësor për akuzën e shpifjes lidhur me një konflikt të gjatë publik për pronat në zonën e Imshtës në Lushnjë. Në një deklaratë për mediat, Braçe tha se çështja nuk është vetëm një debat politik apo publik, por sipas tij lidhet me një fakt penal të verifikuar, duke lënë në dorë të prokurorisë vendimin nëse do të nisë ose jo procedimin penal. Ai theksoi se toka nga Vija e Lumit deri në Argjinatur është pronë shtetërore dhe nuk mund të tjetërsohet apo të privatizohet, duke ju referuar ligjit të vitit 2022 dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave që sipas tij e përcaktojnë qartë këtë status juridik. Jemi para një fakti penal tashmë shumë konkret. Mendoja se mjaftonte ligji i vitit 2022 edhe vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton qartë që toka nga Vija e Lumit deri në Argjinatur është tokë shtetërore, e patjetërsueshme edhe pa parashkrueshme. Po me që zotrinjt në seancën që shkuan, insistuan në këtë pikë, dhe unë doja shumë që të vinin në këtë pikë, kam depozituar sot pranë gjykatës ligjet, pra aktet ligjore që nga viti 1958, e pastaj viti 94, 96, 2012, 2022, 2024, bashkë me vendimet respektive të Këshillit të Ministrave që përcaktojnë shumë qartë që nga ajo periudhë që toka nga Vija e Lumit deri në Argjinatur është tokë e Lumit, është tokë e shtetit, dhe natyrisht sa kohë që është tokë e tillë, as mund të tjetërsohet dhe as mund të parashkruhet. Të gjithë zyrtarët që nga viti 1995, që kanë qenë në dieni pikërisht të ligjeve në fuqi, pra ligjit vitit 94, nuk po referoj edhe më tutje, po të ligjit vitit 94. Pastaj vitit 96 sa i takon Komisioni Kthimi Konversimit Pronave të Lushnjës, po edhe zyrës regjistrimit pasurive pa lujshme, që ka bërë regjistrimin e asaj prone apo atij vendimit Komisioni Kthimi Konversimit Pronave në vitin 98 dhe të gjithë zyrtarët e këtyre institucioneve deri kur ka ndodhur transaksioni i fundit dhe tjetërsimi i fundit i asaj prone, natyrisht që për mua duhet vjen në nënhetim, sepse kanë qenë në dieni të këtij fakti, që kjo është tokë e Lumit, që nuk tjetërsohet dhe nuk parashkruhet, dhe normalisht kanë shkelur ligjin duke e tjetërsuar atë pronë në favor të tretëve. Çështja mes Braçes dhe biznesmenit Anduel Çekrezi vijon prej muajsh, pas deklaratave dhe postimeve publike për një konflikt pronësie në zonën e Lushnjës.